ftoj edhe vazhdoj të ftoj shqiptarët të marrën pjesë masivisht, mbasi realisht. Edi Rama në rreth të kuq, tafnë dhe shpres nuk ka. Ta përcjellin, t'u japim një ndihmë këtyre trive në këtë funksion dhe mision liberator. Ajo është opozita e opozitës, që mendon tani, me qenë se gjykon se në këtë mënyrë, duke luftuar opozitën e vërtet, do mund të zëvendësoj atë, por opozita si ka zënë vemi askujt. Ndaj dhe i ftoj qytetarët të vazhdojnë demokratët të marrin pjesë sa më masivisht në këtë protestë, të mos ndikohen nga një slogan i opozitës dhe ç'është e vërteta 2-3 sorosianëve. Dhe ti di mirë ato marrëdhënie të mia me Soros, i ketë sata. Ja, i njëni vetë, s'ka nevojë të them unë. I njëni vetë aty. Ndaj dhe unë përshëndes shumë përzemërsisht ata qindra mijëra qytetarëve të ri, të cilët në fakt po shirojnë të vend nga diktatura më shëmtuar në disa aspekte e them këtu, edhe me damshme se sa ajo që për totalitarja, sepse kjo ka përzën 1.300.000 shqiptarë në 10 vite. Dhe kjo është një dam i të mërshëm, që donë të paktën në kurs normal 40 vite, minimumi 40 vite, për të kompensuar, dhe për këtë Edi Rama, kjo është një genocid i mirëfill, si mas konventës OKB-s, dhe Edi Rama meriton të gjykohet për genocid.